Kosta Kërpash nuk ka qenë person në nhetimin e prokurorisë speciale, por dëshmitar i cili me vetë iniciativë është ofruar institucionit për bashkëpunim. Kështu thon nga prokuroria e Katica Janevës dhe shtojnë se për faktin se i ndjeri nuk ka qenë lëndë hetimi, nuk e kanë të qartë përse presidenti e ka falur. Por sfida më e madhe që hedh dyshim në tërë këtë rast është pohimi i prokurorisë speciale se tani më i ndjeri ka qenë në presionin e dikujt. Posedojmë prova për rrethana shumë relative, përfshirë presionin në të cilën ka qenë personi Kosta Kërpash, por duhet pas parasysh se bëhet fjalë për informata jashtëzakonisht të besueshme, të njëjtat nuk do të publikohen para opinionit në këtë moment. Gjithsesi, nëse paraqitet nevoja, ne jemi të hapur për bashkëpunim me organet të cilat e jetojnë vdekjen e tani më të ndjerit. Megjithatë, në njoftimin e prokurorisë speciale nuk shkruan se shtëpia e Kosta Kërpash ka qenë lëndë për mbastisje nga ekipi i Janevës. Nga ky institucion në mënyrë plotësuese e konfirmuan këtë. Në mënyrë shtesë sqaruan se kjo nuk do të thotë se ai ka qenë cak i organeve të ndjekjes. Mbastisja tek i ndjeri, shtojnë nga prokuroria speciale, ka qenë një nga shumë urdhrat lidhur me një procedurë parahetimore. Tash për tash nuk dihet nëse mbastisja ka ndodhur para se Kërpash vullnetarisht të paraqitet si dëshmitar apo më pas. Alsat tentoi të marrë informata nga gjykata penale e Shkupit për atë se kur është bërë mbastisja tek Kërpaçi, por edhe sa mbastisje tjera dhe tek kush janë bërë për të njëjtën lëndë. Deri në këtë moment nuk kemi kurfar përgjigje. Heshtja edhe nga kabineti i presidentit Ivanov, prej ku kërkuam informata se për çfarë është falur Kërpaç, nëse prokuroria speciale as pak nuk e ka ndjekur si person të dyshuar. Tash për tash vetëm jo zyrtarisht, Kosta Kërpash lidhet me provizionin për furnizimin me pajisje për përgjim nga Izraeli. Sipas regjistrit qendror, ai ishte udhëheqësi i kompanisë Finzi dhe në këtë post ka trashëguar personin Vladislav Stajković, i cili gjithashtu është në mesin e të falurve, emri i të cilit lidhet me furnizimin e pajisjeve për përgjim nga Izraeli.